Një arrest kardiak i pësuar mëngjesin e së shtunës e kaloi në amshimi peshkvin e dioqezës së Sapos, Monsinjor Simon Kulli, në moshën 52 vjeçare. Ai prej disa ditësh ndolli i shtruar në spital për shkak të problemeve shëndetësore dhe zemra e tij pushoi së rrahuri këtë 29 nëntor. Le të hyjmë në derën e shejt jubilare. I lindur në 14 shkurt 1973 në fshatin Pistull të dioqezës së Sapos, ai kreu në vendlindje shkollën fillore dhe të mesme. Me 2 shkurt 1992 hyri në seminarin ndërdioqezan shqiptar Zoja Këshillit të Mirë dhe kryen 2 vite para përgatitje për fillimin e studimeve filozofike e teologjike. Në vitin 1994 nis studimet e filozofisë, pas 2 viteve ato të teologjisë, ndërsa me 14 shtator 1999 shugurohet diakon në katedralen e Shkodrës. Gjatë periudhës së diakonatit nga shtatori deri në janar të vitit 1999 shërbeu në katedralen e Shkodrës me famulitarin Dom Lucian Avgustini dhe nga janari vitit 2000 deri në qershor në dajsht e Zadrimës me Dominjac Deman, vikar generali dioqezës. Me 29 qershor të vitit jubilar 2000 do të shugurohej meshtar po në katedralen e Shkodrës së bashku me 4 meshtar të tjerë shqiptar nga Imzot Angelo Masafra. Këto janë shugurimet e para meshtarake që u kryen pas 46 viteve të regjimit komunist në Shqipëri. Pas shugurimit menjëherë do të emërojë në dajsht të Zadrimës dhe shërben si ndihmës famullitar pranë Monsinjori Njazdemës e njëkohësisht ishte edhe sekretari i peshkvit të dioqezës së Sapos, në atë kohë Imzot Do Gjergjit. Në dajsht shërbeu nga viti 2000 deri në 2002, më pas do të emërojë kancelari i dioqezës së Sapos. Prej vitit 2006 deri në ditët e sotme do të ushtronte detyrën e famullitarit të katedrales Shën Tereza e Kalkutës në Vallën e Dejës. Nga viti 2001 deri në vitin 2012 ai kreu detyrën e drejtorit të Karitasit dioqezan të Sapos. Nga 2010 deri me 25 maj detyrën e delegatit të Karitasit dioqezan dhe atë të vikarit general dhe ekonomist të dioqezës. Me kalimin e amshim të i peshkvit Imzot Lucian Avgustini me 25 maj 2016, Dom Simon Kulli do zgjidhej nga Këshilli i Konsultorëve Administrator Dioqezan i dioqezës së Sapos. Kjo është humbja e dytë e një prirësit kësaj dioqeze brenda 9 vitesh. Konferenca Ipeshqnore Shqiptare reagoi për ndarjen nga jeta të Monsinjor Kullit. Në reagimin e saj o thekson: mëngjesin e sotëm në mënyrë të papritur pas insulmi kardiak ndroi jetë i peshkvi i Sapos. Ai përkiste brezit të parë të meshtarëve të shuguruar pas komunizmit dhe u emërua i peshkëv nga Papa Francesku në vitin 2017. I lutemi Zotit për prindërit, familjen dhe mbar dioqezën e Sapos në këtë moment kaq të vështirë dhe pikëllues. Falenderojmë Zotin për të gjitha të mirat që është si shërbëtor i përvuajtur kreu në vreshtin e tij. Të martën e 2 dhjetorit ora 10 do të mbahet mesha e salikimit që do të kremtohet në katedralen Nën Tereza e më pas trupi i tij do të prehet në kripten e kësaj katedraleje.